Maska për flokë të thatë dhe të dëmtuar, ja receta që do ju befasoj. Maska prej vezë ju ndihmon në përmirësimin e flokëve. Nëse ju keni flokë të dëmtuar nga dielli i nxehtë ose me maja të dy fishta, kjo është mundësia juaj më e mirë për të ndihmuar flokët tuaj. Përzieni gjithashtu 2 vezë të plota me 2 luguj. Përdoreni në flokë të lagur. Nëse keni kokën e palar, nuk do të funksionoj dhe bëjeni atë si masazh për flokët. Lëreni për 10 deri në 15 minuta. Lajeni me një shampo të butë. Do të ndjeni ndryshimin menjëherë tek flokët tuaj dhe ato do të shkëlqejnë më shumë. Këtë maskë ju duhet që ta aplikoni të paktën 2 herë në javë dhe kështu do të keni flokë të pasur me shkëlqim dhe njëkohësisht plot me volum, të cilët do t'ju lënë pa fjalë.